Gati tani për recetën e dytë, speca me gjizë. I kërkojmë regjistë na tregoj të shkruar këtë recetë dhe më pas, për këtë i kemi në tryezë të gjitha. Dhe më pas e gatuajmë avash-avash. Paraprakisht, thjesht kemi zbutur pjekur pak në furrë këto specat zile. Këto quhen speca zile. Mbas i kemi pastruar mirë, shiko. Ne shohim ndërkohë edhe recetën. Keni 600 gram speca, 200 gram domate, një lugë gjelle salcë domatesh, gjizë 300 gram, 150 gram djathi bardh, pak hudhër pluhur. Kemi gjithashtu pra buke thekur e grirë, një dorë, pak trumz, nenexhik, vaj ulliri, krip piper i zim. Pra për erëzat që do të shoqërojnë dhe do të japin shije kësaj recete, pra mbushje së recetës. I shohim tani me radhë hapat që do të ndjekim. Kemi gjizën këtu, kemi speca, kemi marrë 2 ngjyra, portokallin edhe jeshilen. Këto specat që përgatitet mbushja me to. Mbushim me oriz, mish. Sot kemi me erza dhe me gjizë mbushjen e tyre, kujdes është nxehtë. Pra, kanë lëshuar pak ujë. Pra, nuk i kemi pjekur, thjesht janë zbutur. Sa i kam zbutur? Janë dhe mishtore. Këta këtu. Shumë në rregull. Në nxehtësi. Pakës vaj. Do të shtoj ja të laj pak edhe duart, të laj edhe pak duart. Pra do bëhet më vete mbushja dhe do t'i mbushim zgavrën brenda tyre. Këto janë enkas për këtë lloj recete, ky lloj i specit, ky varietet që gjendet kudo dhe është thjesht kollaj. Pra, siç e tham, gjizën, domatet, salcën, trumzën, nenexhik, pak bukë e thekur e thërmuar, krip piper i zi. Erëzat me radhë. Ti gjiza ka krip? Jo, është pa krip fare. Është pa krip, ha? Salcën e ngro pak e pjek. Pra e tretim se shifeni sa e koncentruar është. Unë i bie shkurt, si në shtëpi. Një lugë e vogël, pra jo plot, shife se çfarë salce dhe çfarë ngjyre jep, që është e përqendruar. Domatet në kubik, besoj. Po? Pra nëse vendosim gjizën, ashtu si që është, thjesht duke e aromatizuar, pa i shtuar pak lëngje, si të thuash, ajo do të ngelet e thatë brenda specave, ndaj dhe është domosdoshme që shtimi domateve apo mënyrave të tjera që mund të keni, t'i bashkoheni elementve përbërësve të tjerë bashkë me gjizën. Që mos e të thjesht vetëm gjizë, ajo do të thajë dhe nuk do të ketë shijen që duam. Pra, e lë që të bëhet paksa. Shtoj. Është mjaftueshëm një për aq sasi specash. Ne kemi 6 speca. Edhe disa gjethe, freskon, jep edhe aromë të mirë nga majdanozi freskët.
Zoja, vendosësh kapakun sipër? Jo. Okej. Pra, ndaj edhe këto speca u poqën fillimisht. Sepse nuk do të qëndrojnë as me kapak dhe nuk do të qëndrojnë për kohë të gjatë në furrë për të pjekur. Edhe kapakët, një prerje e tyre. Por edhe për shkakun se këto speca tani kështu, bashkë me domatet dhe bashkë me gjizën, vetë marrin një aromë karakteristike. Pra shohim nëse domati është zbutur sadopak, gjysma në tigan, gjysma në furrë. Kaloj këtë masë. Gati mbushja. Kjo është mbushja, erzat, gjiza, domatja, salca koncentruar, po ashtu edhe specat. Nëse të duhet përsëri gjizë, kemi këtu. Shtoj masën e bukës. Shtoj pjesën tjetër. Edhe kjo aroma e trumzës që në fund është një aromë tipike, karakteristike, që zgjat aty në shije mbetet gjithashtu dhe pavarësisht temperaturës. Dhe normalisht kam masën e kripës. E shojmë që është një masë, është një masë e hollë. E hollë, i shtojmë pak buktekur ose para do të fahet gjithsesi brenda, do t'jetë. Prandaj duhet ekzekutimi i duhur. Do më duhet shumë pak, sepse është galeta, deri sa unë të kem një piksjen. Gjatë pjekjes, mbas e në pikset ajo. Do t'a lë shumë pak. Por, a e kemi thënë që lidhësi më i mirë është mielli? Pa tjetër. Çfarë mielli? Ja, unë mora një miell picet është. Nuk ka rëndësi fare se çfarë mielli mund tjetë, se është miell mistri, se është çfarë do lloj mielli tjetë. Është integral, po dhe integral. E luan e kryen këtë funksionin. Pra, është lidhësi më i mirë për të përfitur lëngjet dhe sigurisht për ta forcuar pak, për të qëndruar më mirë dhe më bukur tek speci, edhe pse dhe ashtu do t'i mbush janë dhe me ato sasi siç është. Duhet pak sepse është e lëngësh dhe kur kalon në furrë paksa, është akoma dhe më e lëngësh. Dhe mua më duhet të qëndroj shumë pak në furrë, sepse procesi pjekjes këtu është krijuar. E ka marrë atë proces. Largoj edhe pak nga lëngjet që kanë mbetur. Një pudrosje dhe nuk më duhet gjë tjetër. Okej, jam një mori ato trashësin. Pa tjetër, prandaj kalon pak. Do unë të thash edhe në atë formë do ta kisha shtuar brenda. Jo, nuk do ta shtosh sepse do të kulloj poshtë. Jo. Po e kullovi. Siç është. Atëherë. Ja, pra mbusha do t'i mbushësh dire nga tigani, besoj tani. Që t'i largoj dhe t'i tregojmë anvisave hapin e fundit. Si tha, për një gërm që ti se vëtha, fjala mik bëhet ik, fjala der bëhet erë. Dhe unë nëse lë pak më të lëngshme dhe shtoj këtu... Sot kjo shprehje është më se zakonshme, sa gërma nuk vjen sot. Ja. Fillojmë mbushjen 6 speca, 3 të kuqe, 3 portokalli, gjeni me bazë të qëndrueshme që t'ju rimbukur dhe në tavë, se dhe kjo ka shumë rëndësi. Ne do vazhdojmë t'i mbushim dhe me njëherë sa po të piqet pas ti çoja jon, shumë pak do vendosë në furrë, shumë pak. Vetëm pak fare minuta. Pse? Sepse nuk i vendosëm specat të papjekura, i poqëm pak fillimisht, pa ju dhënë atyre ngjyrë, thjesht janë zbutur, siç e pate edhe kishin kulluar lëngje, se kanë sasi ujë në trupin e tyre, dhe tani jemi në
përfundim të recetës, po e vendosim për të pjekur dhe ne do të shihemi pas reklamave. Kalojmë në publicitet, Si të dëshiroj të e bardha zemër? Kemi publicitet pak më të gjatë se i pari, na duhet dhe për ne për të çlodhur pak dhe për të konsumuar një kafe lavaca. Do të sjell në tryez specat, do t'i lëmë të mpiksen edhe pak, po për ta parë ju e sollan në këto pak sekonda të fundit.